Një ngjarje e veçantë dhe plot emocione u zhvillua ditën e sotme në ambientet e kryeministrisë, ku kryeministri Edi Rama priti presidentin e Francës, Emmanuel Macron, së bashku me bashkëshorten e tij, Brigitte Macron. Vizita nivelit të lartë ishte pjesë e një agjende më të gjerë diplomatike, por ajo u shënua edhe nga një moment krejtësisht personal dhe befasues që solli një atmosferë të ngrohtë dhe njerëzore, larg formalitetit shtetëror. Pasi përfunduan takimet zyrtare dhe bisedimet në lidhje me zhvillimet rajonale dhe procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, kryeministri Rama i ftoi në një vizitë të shkurtër në ambientet artistike të kryeministrisë, ku zakonisht ekspozohen vepra arti nga autorë të ndryshëm. Mes këtyre veprave një pikturë e veçantë tërheqi vëmendjen e presidentit Macron. Bëhet fjalë për një pikturë të realizuar nga Zaho, djali i vogël i kryeministrit. Një krim spontan, në të cilin ndër të tjera shkruhet: "Jam krenar për ty babi." Macron, i njohur për afeksionin e tij ndaj artit dhe kulturës, u ndal para pikturës për disa minuta. Duke parë ato me vëmendje, ai i pyeti kryeministrin për autorin dhe pasi mori përgjigje nuk i fsheu emocionet. "Vërtet, është bërë nga djali juaj, është e mrekullueshme," tha ai, duke buzëqeshur dhe duke drejtuar fjalët edhe zonjës Brigitte, e cila gjithashtu ju ofroi pikturës me kuriozitet. Kryeministri Rama, i cili vetë ka një të kaluar si artist dhe është diplomuar për arti pamore, e mori këtë moment si një çast me të vërtetë veçantë. Ai e falenderoi presidentin francez për vëmendjen dhe për komentin e ngrohtë, duke theksuar se arti i fëmijëve shpesh më i sinqert dhe më i vërtetë se shumë nga ato që ekspozohen në galeritë formale. Ky episod i vogël solli një frymëzim të re në vizitën zyrtare, duke i dhënë asaj një dimension më njerëzor, me një kohë kur marrëdhëniet ndërkombëtare shpesh kufizohen në gjuhën teknike të protokollit dhe interesave të ndërsjellta. Momenti i përbashkët përballë një pikture fëminore tregon se bashkëbisedimi mes liderëve mund të ndodhë edhe përmes gjuhës universale të artit. Pas këtij momenti, Rama dhe Macron vazhduan bashkë me bashkëshortet e tyre drejt një drekje të shtruar nga kryeministri, ku përveç temave politike dhe ekonomike, sipas burimeve të brendshme, vijoi edhe biseda rreth artit. Vizita Macron në Shqipëri u konsiderua historike, jo vetëm për peshën politike që bardh, por edhe për deklaratat e tij të forta që ai bëri nga kryeshteti shqiptar, duke i bërë thirrje të gjithë biznesmenëve europian që të investojnë në Shqipëri, pasi sipas tij brenda 2 viteve Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe pashtu ai tha se ka një qëndrueshmëri politike, duke ju referuar mandatit që Edi Rama fitoi nga zgjedhjet e 11 majit. Në fund të ditës, piktura e Zaho Ramës jo vetëm që befasoi presidentin Macron, por bën një simbol më i bukur i një vizite që nuk do të mbahet mend vetëm për marrëdhëniet apo deklaratat, por për mënyrën se si arti dhe sinqeriteti i fëmijërisë mund të ndërtojë ura të reja miqësie dhe mirëkuptimi.